është i qartë afati kushtet. Po themi një situatë ku vendi mund ta votojë presidentin para qeverisë? Unë ka përshtypjen që skenari më i mirë ky do të ishte. Sepse fillimisht shkohet me kjo të ishte interesant. Fillimisht se kisha menduar. Fillimisht shtrohet pyetja pse. Do thënë, mund të bëhen edhe ministra ons. Mënyra më e mirë do të ishte si proces shkoj përpara. Arsyeja pse duhet kjo logjik është sepse ka një interpretim të gjykatës kushtetuese sipas të cilës presidenti mund të qëndrojë në detyrë vetëm 6 muaj. Edhe potencialisht mos më ardh në situatë të rrezikut se çka mund të bëhet përtej këtij afati i cili është afërsisht cili interpretim është ai, cili gjykim? Është i vitit 2012. Nuk e thot kështu ai. 2011-2012 kur zoti Krasniqi u ka drejtuar gjykatës. Nuk e thot ashtu. Është 6 muaj, është 6 muaj. Jo, ajo është dispozitë kushtetuese, nuk e ka prek gjykimin. Është 6 muaj, domethënë personi që mundet me qëndru pas 6 muajve, mbetet pastaj gjykatës kushtetuese me qartësu këtë situatë. E dyta, është po ashtu e rëndësishme fakti edhe mbi të gjitha shumë i rëndësishëm i rrjedhës së afatit për zgjedhjen e presidentit, i cili tashmë në pikën 182 të aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese e ka përcaktuar që afati për zgjedhjen e presidentit të vendit fillon me rrjedh nga momenti i konstituimit të kuvendit. Domethënë për mu përmbush ky detyrim kushtetues që mos më u provoku zgjedhjet, besoj që këto janë së paku dy elemente jashtëzakonisht të rëndësishme që pse jo të shkohet fillimisht me zgjedhjen e presidentit, pastaj qoftë në njëjtën seancë, qoftë në seancën pasuese të formohet qeveria. Selam, cili është po themi shpjegimi juaj për këtë? Se thatë nuk është ashtu. Ja, po ne në